unë po të gjë me vëmendje dhe me thënë drejtën keni pjesërisht të drejtë. Keni pjesërisht të drejtë për thatë që neve nuk e kalojmë dot për shembull të deleguarit ose juve tregoni që nuk e keni dëgjuar fjalën time kur unë kam thënë, kur kam folur aty. Edhe njerë thash, nuk flas për njësi nën thash. Ju mund t'jeni model në këtë drejtim. Jo, po dakord. Ju do kishit më shumë debat aty po mos ish Saliu. Jam i bindur 100% që po mos ish Saliu, ti do thoshe ca gjëra aty që do ishin brillante dhe ato do ishin memo për Shqipërinë. Po duke qenë ai aty edhe frenohesh domethënë, domosdoshmë, bëhet analiza si duhet. Politik nuk do të thotë bësh armiq. Ka njerëz që simpatizojnë zotin Berisha shumë. Po le ta mbajnë ata, ta mbajnë edhe fotografinë t'ia çojnë te shtëpia e tjera, po jo për pushtet. Të lutem ta mbaroj zoti. Për këtë zben ai merresh që ka absolutisht janë shumë thelbi, unë e kuptoj ku do të dalësh. Ka njerëz nuk mund të bëhet mund të ndryshojnë duke hequr ne ca të tjerë, duke fragmentarizuar këtej. Ka njerëz që duan secili këtë pjesë të PD-s. Berishën, Flamur Nokën, Ervis Alianin, të gjithë këta. Nuk arrihet dot duke çarë neve, duke mbërë këtë tjetër, të marrim këta dhe të vazhdojmë përpara. Domethënë të heqim këta neve që duan. Duhet një gjë sistemi. Kjo fol për sistemin, prandaj po flitet për sistemin. Edhe Kalaja kur erdhi këtu, sistemi i mshoi, unë po dëgjoja në emisionin tuaj para një jave. I mshoi sistemit. Dhe kjo është thelbi kësaj radhe. Ju e keni të vërtet, ju e digurajuar. Sistemi do kali, sistemi të atërhegjër do kali. Jo, vetëm një minutë. Nuk vjet karroca para kalit. Jam dakord. Kur s'ke kal, ose kur ve gomari para kalit, edhe bje kalit, edhe gomari rri atje, sa për rrugën gomari mbaroj, ke dështuar. Ju e keni të drejtë se jeni digurajuar, se keni mosh, për shkakun keni parë të njëjtat gjërat, jeni situar shumë, jeni mërzitur nga kjo realitet, por kohët po ndryshojnë. Unë jam 30 vjeç. Unë s'kam pas lidhje kur ka ndodhur shumë gjëra për së nuk u lën ju, ai nuk u lë. Peti ça fjalimi mbajti ai, ju nuk e dini ju atë fjalimin e Saliut. E peti që tha ai, si u tha juve ai? Cilin fjalim? Ai fjalimi që mbajti Saliu, që ç'analizë do bëj. Në rrshen. Pa dallim tha, domethënë neve tha tani tha do të jepni, tha, sa më shumë, tha. Shkruani, tha, juve, tha, jepni mendime tjera, fjalimi 6 shkurtit i 1967 të Enver Hoxhës. Cili do, pa frikë, me shkronja të mëdha, të shkruaj çfarë mendon për punë dhe për njerëzit. Këtë u tha Saliu juve. Pavarësisht. Mua më pëlqen shumë se ti flet nga zona dhe mua më pëlqen shumë se kjo si. Po problemi është i këtill. Saliu, pavarësisht gjithave, Saliu ka artikulim politik. Se ka 30 ca vjet ai që dominon skenën politike shqiptare. Ai e di ku është puna për të bërë diçka. Po jo me di ai ku vrete, di ai po me ato vrasje, me ato presje, u apere juve partina ai tani të papërdorshme. Nuk e përdorni me atë parti juve. Ju jeni mësuar që të flisni panele, po unë nuk jam i mësuar. Jo, e qartesh, po ti je i ri, po ta them edhe e mbylla se ti po bë më shumë las Saliu të flas aty. Jo. Saliu në mban juve. Saliu të oksigjen ju se po të largojnë juve, Saliu... Po më la më helas. Po e la... Po e la se ka, po se me oksigen në ti mbahet ai. Si mos aleri këtej. Ati e shumë e vështirë të flasësh, po këtu që ka pak më e vështirë ato. Po do pëzo. Logika është e këtij. Ke të drejtë kur thua për degurajimin, që je degurajuar, që nuk mendon që nuk mund ta... Po pra tash proceset këtë kanë, nuk ndërtohet të Roma me i ditë. Do filloj këtë, tje do dali një herald këtu, do dali një herald atje, do dali një person tjetër atje, kur... Po jo një Salian. Po jo një Salian. Jo me këdo, do diskutojmë. Me këdo, me pa tjetër, me të gjithë. Me të gjithë, nuk edhe me ata të... Shiko, ajo sa ka filluar, juve jeni dugurajuar totalisht. Po pse s'keni gjërvi, avokat? I them s'keni gjërvi, sepse Roma është me besimin që gjërat bëhen brenda Partisë Demokratike, ti thua... Ka patur arkitekt jashtëzakonshëm, kurse juve, arkitekti juaj është minusi i Romës. Është minusi themeleve tuaja. A juve u ka lënë një trashëgimi të rënd. Edhe këtë trashëgimi të rënd që u ka lënë juve ai, nuk sa do të luftonin, në rast se do keni këto mendja si që keni sot, juve përsëri do bëni për shtatës, si që janë bërë tjerët, se kanë partur plot rinj aty. Edhe janë bërë për shtatës, janë për shtatu Saliu. Në vend që të binin frymën e re, u dhaf Saliu frymën e vjetër atyre. Përjedhoj, ta mbaroj. Përjedhoj
ngarkesa që u kalen juve ai dhe ju po nuk u ndat na kjo, ju nuk do bëni hajër dhe nga ana tjetër unë nuk shpresoj që do bëheni me. Në çfarë aspekt? Në aspektin që me atë ngarkesë që ka Partia Demokratike, duke filluar me 2 prillin e Shkodrës, duke vazhduar me majin e 96-ës, duke filluar me grushtin e shtetit, duke filluar me 97-ën, me firmat piramidal që erëzoi shtetin e tjera me radhë, duke vazhduar me Gërdecin, duke vazhduar me 21 janarin, me ato, është një barre jashtëzakonshme që kushdo që do vi, po të mbaj Partinë Demokratike, cili do edhe fëmijët e fëmijëve të mi, do thonë rini më ju të grushtit shtetit, rini më ju të 21 janarit, rini më ju të prandaj pastroheni vetëm nga këto. Po se pastrohet vetëm prej tyre s'keni gjë mbi. Se ti thua, ti do ka ngaluar 35 vjet nga 8 vjetori i 90-s. Vetëm Erald do vi me njërë dhe ty. Tani, ti e mban mend shumë mirë kongresin e 91-shit Partisë Socialiste. Partisë Punës që u bë Partisë Socialiste. Nuk ishte barë më të madhe se 45 vjetë komunizëm Partisë Punës. Dhe ata u bën Partisë Socialiste. E ndryshuar leadershipin e vërtet është, por ndryshuar një leadership që ishte i vdekur. Cilin vajtën? Gramozruqi. Gramozruqi i gjeri, Gramozruqi i gjeri, ishte ndërtërinjët. Ke shumë tema shumë i Gramozruqi, Mehmet Elezi, dhe historisë politike. Gramozruqi, Mehmet Elezi, Karakushi, Mehmet Karakushi, me tjera, ishe figurat të reja, i figura që e kështë filluar më herë të komunizëm, sot je biri babalarve. Një sekundë se e bëm kakofoni. Po thoshe që nuk i thoni Fatos Nanos, e ke gabim. E pare punës njeri i thoshin Fatos Nanos që ishte njeriu i Ramiz Alise, ishte klyshi i Nexhnies e gjitha këto. Ja thoshin. I thonë Edi Ramës sot e kësaj dite që je biri jetërve të tu. Kështu që në këtë lloj kuptimi, ngarkesa historike aty është. Po them, ja ku jemi në historinë pastaj, pjesa tjetër, nuk vlen. Fatos Nanos kishte bërë krime të tilla. Ore, bara e 45 vjetë në nuk ishte nuk krahasohet tani me gjitha këto episode shumë të rënda që thua ti për Partinë Demokratike. Se ka qenë një njeri pra, ka qenë zoti Berisha. Jo, këta mund të flasin. Është vetëm një njeri. Një është. Edhe ishte bërë gjitha të zeza. Lul Bashës, a i thoshin që ti ke ngarkesën në 97-ës? I thoshte njeri? Jo, i thoshin që je marionetë e Berishës. Marionetë e Berishës? Berisha prap aty ishte. Jo se ke në piramidat e 97-ës. Po se s'u largua. Okej, e bëjmë jo, po nuk ja thoshte njeri zotit Basha që ke ngarkesën e 97-ës. Ta dëgjoj Eraldin, se Eraldi s'ka lidhje fare me këto. Eraldi këto i duken siç duket në kohë e Turqisë. Po problemi është që Eraldi duhet avokat. Shiko, unë e shikoj këndvështrim ndryshe, tjetër. Për mua, gjdo parti, dy partit kryesore, për gjdo parti, po sidomos dy partit kryesore, PS edhe PD, janë arritja më e madhe e artikulimit politik në të një vendi. Dhe ato do kalojnë pa tjetër procesit e tyre të metamorfozës. Modifikohen qikë? Siç kaloi nga Partia e Punës u bë Parti Socialiste, dhe vazhdojnë sot ka 35 vjetë që edhe qeverisë vëndin ka bërë të mija, ka bërë të këshia. Sigurisht edhe PD-ja u kryua si parti më ere, normalisht ka 30 e ca vjetë që është kryuar, do kaloj fazën e saj 35 vjetë që është kryuar, do kaloj fazën e saj të metamorfozës. Unë e kuptoj, por mendo dekurajimin që ke pasur se motiv kur bë nga Partia e Punës, u bë PS-the edhe kur u krijuat u krijuat me elementet më të korruptuar që kishte ajo kohë. Nuk mbajmë neve tash çfarë probleme ka ndodhur në 92, 93, unë s'kam qenë jam 95 atë ditë. Qartë, po avokati e ka fjalën që fia lidhse të gjitha këtyre është një emër, Sali Berisha. Po dakord, pra, siç mund të ketë se kur bëhet dy palë bashkë, njëri majt, tjetëri djath, mund zihen grushta me njëri tjetrin, që të flasë unë të shaj Edi Ramën, ta zëm, ky të më shaj Saliun, më falë avokat se tash ky. Jo, s'ka problem. Ky të më shaj Saliun, unë të përfundojmë grushte këtu. Problemi është çfarë po të flasim. Unë s'kam pse të marr unë tash llogarit çka ka bërë, unë po flas nga ky viti 0. Unë për mua sot është viti 0.
Për ty po, por për zotin Berisha jo. Po, për atë nuk kesh më se ti... Sa vjeç ishe ti në 96-ën? 1 vjeç. 1 vjeç? Po të shikoj një gjakun atje ti, edhe gjak e Berisaliu me shikun e vetë, e di që do thoshe ti apo jo? Po pse më unë Do të sheshi se vetë di që do thoshe ti apo jo? Pas këti vete unë sa tjetë jeta. E di si thosh familje demokrate. Me këto mend zdovinje. Socialistët thoshin. Si që je sot... Unë kam aty, kam unë pëshëm unë fshat, si po flasë ti. Kam Po njerëz unë të shikoj një ti, ishe 2 vjeç në 97-ën ti. Ky e bërë gjitha gjërat. Si mund të më mendoj unë si ty dhe ai për shkakun. Po mirë, më mirë. Ky do ta vrasë. Ai thoshte ky do të vrasë. Shikon këtë tim thoshte më. I thosha po, ky socializëm thoshte më, ky është i keq shumë. Po mirë. Unë se konceptoj ta, unë flisja pija kafe atë milazhe ose vinte. Jo do të ikë Gogoli. Po ketoj më me Gogolën. Jo është e bukur, duhet ikë Gogoli. Kalojmë publicitet, rikthehemi pas pak.